Unë jam Dorina Shamo, drejtuese e Frontera Akademi, Frontera Qendra dhe Vanmet. Sot kam të ftuar një mikesh edhe patjetër duam të elaborojmë një industri të re në produktet e zonës intime, që patjetër janë përsa i përket brendit të Fronterës, të jenë në ambientet tona dhe për më gjatë unë kam ftuar Vigena Bodinakun për të na shpjeguar këtë luksin e madh të zonës intime që sot është një tabu. Vigena, mirë se erdhe. Dorina, mirë se gjeta. Faleminderit për ftesën. Dhe në radhë parë një herë dua të komplimentoj për gjithë arritjet e tua, duke filluar nga rrjeti mrekullueshëm i Frontera Medical and Spa, në akademinë që sot u mrekullova edhe me ardhin time të parë, në revistën tuaj, në podcastin tuaj që e ndjek prej kohësh dhe siç ta thash edhe në takimin e parë, jam shumë e mikluar dhe vërtet ndihem mirë sot këtu që jam pjesë e këtij podcasti. Më bëhet shumë qefi që kjo industria e femrave vazhdon edhe rritet çdo ditë dhe ne kemi mundësi që ta elaborojmë dhe patjetër të ndihmojmë njëra tjetrën ku ne mundemi. Por ti ke 20 vite eksperiencë në brendet e luksit dhe unë kam tentuar vazhdimisht që të rri standardet e të grupit madh Frontera për të çuar në brendet e luksit. Si e bën Vigena përzgjedhjen e brendeve të luksit? Me thënë të drejtën, ky është një treg shumë dinamik dhe shumë konkurrues. Është e vështirë të paktën për të sjellë risi, sepse varet dhe si priten nga tregu jon. Kryesisht unë kam patur fatin që kam punuar me marka shumë të njohura, po edhe me kompani shumë të mëdha, të cilat më kanë dhënë mundësinë të rritem, të mësoj, të studioj dhe për të përzgjedhur një produkt luksi është një zinxhir shumë i gjatë dhe unë referohem tek eksperienca padyshim dhe kryesorja tek klienti final. Ajo që do klienti final sot në Shqipëri ka arritur është në standarde shumë të larta, Dorina. Ta them pa frikë që të paktën femra shqiptare, me që sot jemi mbledhur për këtë, ka arritur të ndryshojë dhe komplet perceptimi i të bukurës dhe i kërkesave ka arritur në grada europiane dhe është duke kërkuar çdo herë më shumë të informohen në mënyrë 360 gradë. Sot nuk vlen vetëm marketingu për të tregtuar një produkt luksi. Sot unë kur shikoj një produkt luksi dhe dua ta sjell në tregun shqiptar, duhet t'i referojmë çdo detaj, duke filluar nga përbërësit, duke filluar nga kompania që e prodhon. Është përzgjedhja e këtyre, si e zgjedh ti pjesën e përbërësit ose kush është filtri që ti përdor për të vendosur këtë kompani apo një kompani tjetër? Po në rastin tim, unë jam orientuar pak tek nisha. Përveç produktit të skincare-it ose intimate care, unë sjell dhe një gamë të mirë produktesh, parfumeri, luksi, që quhen sot nish, dhe të gjitha janë në një nivel. Si kozmetika që zgjedh, si skincare, si parfumet, hynë në kategorinë e premium dhe duhet që në radhë të parë kompania që i distribuon ose më saktë brendi vet të ketë standardet dhe nivelet ndërkombëtare dhe të jetë i njohur pa diskutim. Ne jemi një popull shumë orientuar karshi Italisë, Francës dhe pëlqejmë luksin, pëlqejmë gjërat që kanë zë. Mirë, po ajo që unë zgjedh është diçka më tej se luksi. Për mua personalisht, luksi nuk është vetëm ajo që është show off. Për mua luksi është ajo që është në brendësi, përbërësi, më saktë ingredienti, kutia, formati, mënyra prezantimi, vizibiliteti, certifikimi, që nga display apo paraqitja e produktit në raft, edhe ajo është shumë e rëndësishme. Si është historia e kësaj kompanisë? Kish ka një... Atëherë sot po flasim për Kish, markën e parë italiane Luxury Premium. Kish ka një histori gati 10 vite, prej 10 vitesh në treg. Prodhohet në Itali apo jo? Prodhohet në Itali, të gjitha produktet janë 100% të prodhuara në Itali. Është e themeluar nga Alessia Kish. Alessia Kish është një zonjë e cila ne do kishim deri ta kishim sot këtu, po. Sapo ka një bebe të vogël, po. Alessia ka lindur një bisedë mes mikeshash. Por në përditshmëri, zonja duke biseduar se ku të gjejmë produkte luksi, për zonën intime, jo ato farmaceutiket, dhe Alessia duke qenë në këtë fushë, në këtë industri prej shumë vitesh karrierë,
themelon brendin e saj Kish që të sjellë një rutinë të përgjithshme për zonën intime dhe jo vetëm një detergjent, larës apo diçka kurative. Normalisht ne jemi mësuar që të gjejmë nëpër farmaci sot. Absolutisht. Kish është një markë e cila plotëson rutinën e mirëqenies së femrës. Kemi ne kaq kulturë? Unë çudita që ne kemi. Që të përqafojmë këtë lloj sigurisht e mësuar me skincare dhe e mësuar me kujdesin ndaj trupit, ndaj fytyrës, një hidratim të mirë, një ushqyerje, produkte të acidit hialuronik që përmirësojnë teksturën, përmirësojnë edhe rrisin nivelin e kolagjenit në vitet që bie, por nuk e kemi akoma, mendoj, sigurisht ne po e përqafojmë dita ditës edhe rrisim sensibilitetin për të përqafuar këtë lloj industrie dhe unë jam e para që përqafoj teknologjitë e reja apo produktet e reja që sot janë në tregun shqiptar dhe siç mund të rrojë vëmendjen totalisht tek këto produkte dhe sot janë edhe pjesë e brandit Frontera. Zona intime është akoma tabu. Flitet pak, diskutohet pak, përqafohet pak, pse? E di Dorena, kur njoha për herë të parë brandin, kam qenë në një panajër në Itali. Dhe isha e shoqëruar edhe me disa miq, po nga industria, shqiptar dhe të huaj. Dhe unë dalova në stand se më tëroj që shumë mënyra se si e kishin marketuar, paketimi, pa hyrë në brendësi të detajeve, dhe mbi gjitha ekipi që ishte shumë i qeshur dhe shumë sillni, siç është dhe vetë marka, aq minimaliste dhe aq shumë e kuruar, ashtu ishte dhe ekipi goxha mikpritës. Ndalova dhe mua më vun në loj. Më vun në loj sepse unë gjatë gjithë kthimit në Shqipëri edhe ditët në vazhdim krijova atë vizionin tim, e dija që ky produkti mungon të tregut dhe qeshja sepse qeshnin me identime. Dhe jam shumë e lumtur që u mirëprit. Është brand shumë i mirë, unë pata fatin që ta kem dhurat nga ty për ta përdorur dhe vërtet është unë kam fatin që jam dhe farmaciste dhe më ka bërë të jem pjesë e produkteve dhe kremrave dhe ta shikoj pak më gjërë, jo vetëm si një kuti e bukur nga jashtë apo një produkt me një sër ingredientësh të brendshëm që do të sillnin një produkt të mirë, por është e gjithë linja që nga letra e lagur, që nga maska, që nga kremi hidratues, që nga serumi. Pra, siç ne bëjmë rutinën ditore të fytyrës, ashtu dhe zona intime është një organ më vete që meriton po të njëjtën vëmendje. Por nuk di se si është elaboruar momentalisht. I ke disa kohë që je në tregun shqiptar. Çfarë thuhet për këtë brand në momentin që ata e përdorin në klientin fundor? Brendi është i pozicionuar, të paktën punoj me dyqane dhe pika shitje shumë luksoze. Dhe kam zgjedhur dhe që klientela të jetë të njëjtit standard dhe prandaj kisha shumë dëshirë të isha pjesë e Fronterës, sepse pak a shumë filozofia e brandit dhe Fronterës është njësoj. Ju mendoni në mënyrën holistike të femrës. Pra, për ashtu si në Frontera, kur bëra xhiron time rreth spas dhe u mrekullova nga çdo nga produktet apo nga çdo pajisje që ti kishe sjell dhe të gjitha ishin të firmave shumë të njohura ndërkombëtare dhe mendoje në çdo gabin dhe në çdo dhomë, mendoje për çdo pjesë të trupit, kryesisht femëror, po pse jo, sepse sot s'ka dallime fare. Dhe të njëjtën gjë bën dhe Kish. Për Kish është shumë e rëndësishme që edhe zona intime të kurohet me të njëjtën vëmendje, ashtu si gjithë pjesët e tjera të trupit. Kur ne i kushtojmë vëmendje lëkurës, i kushtojmë vëmendje flokut, i kushtojmë vëmendje fytyrës, se ne sot për flokun kemi çdo lloj produkti, nga kurativi, mirëmbajtës, ushqyes, trajtime të ndryshme, sot kanë ardhur dhe head spa që janë shumë të famshme. Por e lëm jashtë vëmendjes me një larës ose palarës këtë pjesë shumë të rëndësishme të zonës intime. Është shumë e rëndësishme sepse njerëzit e kanë pritur dhe klienti fundor, si fillim në impaktin e parë kur kanë parë markën, nuk i kanë hyrë të lexojnë detajet, por është dukur si një produkt fytyre. Sa aty të shkon mendja dhe mua aty më shkon mendja në fillim. Dhe unë kur e pash me të drejtën, kurimi ishte njësoj.
Po, sepse edhe është linja e tillë. Është linja që ka detergjentin Larës, ka serumin, ka kremin anti-age, kremin zbardhues, ka refreshing. Një nga problematikat e rëndësishme që dhe femrat kanë, sigurisht edhe nga debilimet që kanë bërë në vite, është zona intime dhe zbardhja e saj. Sigurisht duke qenë lazerin atë kohë edhe duke mos pasur pajisjet e epilimit edhe të heqjes së melaninës që është në pjesën fundore që cilën prodhon edhe qime, ka bërë që një pjesë sigurisht vjen nga lloji lëkurës, nga mënyra dhe mirëmbajtja, por ka një nevojë për një zbardhje të zonës intime. Ju keni një produkt të tillë? Ne kemi 2 produkte të tilla, kemi detergjentin Larës dhe serumin zbardhues, që të dyja kanë një efekt në zbardhjen e pjesës, jo vetëm në zonën intime, produkti mund të përdoret dhe në sjetull, apo në zonat e rrëzës së kofshëve, ku ka të njëjtin problem nxirje. Efekti është një efekt, mund të them 6 javësh, sepse pa diskutim ju e dini shumë mirë se unë, se jeni profesioniste e fushës, që çdo gjë do kohën e vet. Patjetër. Se ka dashur dhe kohën për të bërë. Po të dyja produktet janë të dyja të testuara dermatologjikisht, i gjithë produkti, i gjithë linja e kishit është e tillë, janë pa estrogene. Sigurisht, pjesën mungesën e hormoneve që është patjetër, dhe kish është e ka ndarë në 3 kategori linjën e vet. Në linjën e detergjentëve apo edhe të serumit të përditshëm që mund të përdoret nga një moshë duke filluar nga 18 vjeç, vajzat e reja, dhe deri në një moshë të caktuar për një lëkurë delikate. Në linjën e zbardhimit, që është linja, po të them, më është bestseller e markës. Sigurisht, sepse është një patologji më vete që nuk ka një zgjidhje sot për të bërë. Nuk e dija në fakt që do ishte kaq problem dhe do prite kaq shumë nga njerëzit. Është linja më e shitur deri në. Me këtë kemi dhe një kombinim me lazerin CO2 apo trajtimet që bëjnë pikërisht këtë lloj procesi, dhe na është kërkuar dhe nga kirurgët edhe nga klinikat që përdorin sot lazerin ton, na është kërkuar në mënyrë të vazhdueshme përdorimi i këtij produkti, dhe sigurisht unë jam gjithmonë edhe me hapjen e një vizioni, dhe asnjëherë nuk kam punuar vetëm për veten time, kam punuar gjithmonë duke marrë parasysh që mund të jap informacion, mund të ngrej një përqafim bashkarisht për industri të ndryshme apo për produkte të ndryshme që të sillin përmirësimin e cilësisë jetesës edhe për njësër patologjish apo klientësh fundor. Dhe në këtë rast ne mund të sillim në vëmendje edhe bërjen e një po themi mbledhje të klinikave dhe informimin e tyre për sa i përket Frontera Akademi, që do jetë në dispozicion edhe për trajnime të tilla, që janë njësër përdoruessh të lazerit CO2 dhe do sillin edhe këtë lloj kombinimi bashkarisht për këtë produkt, dhe marrin informacionin që sot në treg ka një produkt të tillë. Dhe patjetër do sillte edhe elaborimin më tutje për patologjinë që klienti fundor do ta marrë. Po, është një super kombinim në fakt, dhe mendoj që në Frontera produkti i kish shkon në mënyrë shumë natyrale. Është edhe mundësia që bashkarisht na lidh. Patjetër. Por ti ke edhe një dëshirë shumë të madhe për të eksploruar botën. Kjo ka qenë edhe një format që ty të ka lidhur me gjetjen e brendeve, patjetër të brendeve të luksit, edhe shpërndarjen tënde në vende të ndryshme. Pse e ke këtë dëshirën e madhe për të eksploruar botën? Sigurisht gjithë duam që të kemi mundësitë që të udhtojmë sa më shumë, po e kemi të shefi, ne nuk e kemi të puna. Kjo është e lidhur në fakt, dhe mos them që puna ma ka krijuar këtë mundësi më shumë. Sepse që prej shumë vitesh, nga puna që unë kam patur, kam qenë me fat të udhtoj dhe të eksploroj shumë qytete, shumë shtete të cilat merren, janë, mos të them, në industrinë e bukurisë janë lidera në treg, të vizitoj panajire të ndryshme, të marr pjesë në trajnime të ndryshme, dhe gradualisht është bërë një pjesë e jetës, rutinë, po edhe diçka shumë e bukur, sepse përveç se anë është profesionale, pa diskutim të gjithë presim atë ditën e fundit që të dalim me të vizitojmë qytetin, provojmë ushqimet e të gjitha çfarë na ofron. Duam ne një motiv se s'bën, se ky është një motiv që gjej dhe unë, për të thënë që iki për punë dhe për të qenë në paqe me veten, dhe për të bërë dhe qef, por të mos thënë që unë nuk punoj, unë punoj,
Por më jap vetes një ditë pushim për të shfrytzuar ditën e fundit për të parë qytete. Personat si ne që janë të pasionuar pas punës që bëjnë, prioritet kanë punën. Duhet vënë në paqe ndërgjegjen. Mendoj që unë po. Ke parti në vende të tjera, sepse ti ke edhe një linjë të madhe parfumesh. Janë të gjitha këto nga Italia apo edhe nga shtetet të tjera? Jo, i kam të ndryshme. Faktikisht kam një linjë parfumesh nga Italia që quhet Cave Luxury dhe super mirëpritur nga klienti fundor në Shqipëri, i cili ka dhe një linjë make-up, Essential Makeup Professional. Një linjë tjetër vjen nga Zvicra, është një linjë Nisaba Fragrances, është një linjë shumë interesante sepse vetë krijuesi i fragrancave ka një moto shumë të bukur Dorina. Moto e Nisabës është kthej tokës ato që i merr. Praktikisht vetë krijuesi i markës punon dhe eksploron dhe gjen bima të rralla në çdo kontinent të botës dhe ku ka në 5% të çdo shitjeje që ai ka të parfumeve të veta e rikthen për të ndërtuar shkolla agrokulture në këto shtete dhe për të rritur bizneset tek vendasit, që është një markë që mua më ka prekur që në fillim dhe jam vërtet e lumtur dhe krenare që e kam pjesë portofolit tim. Një markë është marrëdhënie, merr dhe jep. Eksakt, në fakt po. Edhe më e vlefshme që duhet ta mësojmë të gjithë. Bukur, sepse të gjithë për këtë po luftojmë sot. Toka apo më saktë natyra është shumë e rëndësishme. Sigurisht, edhe gjërat e po luftojmë sa më shumë për të pasur produkte bio, kremra bio. Absolutisht. Pa këtë lloj konceptit të vendosin ingredientëve të caktuar që të jetë gjitha industriale. Patjetër, dhe duhet të ruajtur. Mendoj që duhet ruajtur. Një linjë tjetër shumë e bukur që hyn në kategorinë niche është Oman Luxury. Oman Luxury është prezent prej pak muajsh në Tiranë. Është një produkt i prodhuar në Oman. Një linjë tjetër është Min New York, prodhim i ideruar dhe në New York, por i krijuar në Grasse të Francës, kuptohet parfumeria më luxury, më premium, të gjitha janë prodhime franceze. Jo, i kam, po të them, nga shumë vende të botës. Ka parë edhe një nga bisedat që kemi zhvilluar bashkërisht, ka qenë edhe këto makinetat. Një gjë shumë e këndshme. Si funksionojnë ato? Makinetat e parfumeve, më tepër. Se ne jemi mësuar që tek makinetat e parfume janë ato parfumet e lira. Që për njerëzit që nuk duan të harxojnë, thjesht mund t'i blejnë ato parfumet e lira aty dhe i blejnë në mostra të vogla. Është ky koncept apo komplet tjetër? Jo, komplet tjetër, sepse unë këto makineta i solla dhe i pozicionova në vende ku ka shumë trafik, quhen redolent spot, në Teg, në Toptan, në aeroport, dhe me konceptin për të vendosur dhe për të patur mundësinë që kushdo, dhe ai që nuk e ka mundësinë të blejë një parfum rreth 200 euro e lartë, të paktën një herë, dy herë, disa herë në jetë, të ketë mundësinë ta provojë, të lyhet, apo vetëm me një monedhë që në disa vende është dhe for free, sepse është si marketing i ndërthurur me kompanitë apo me brendet që reklamojnë produktin e tyre. Ishte një koncept shumë interesant. Është ky prodhuar nga brendi vet? Jo, është një markë spanjolle në fakt, dhe jo, thjesht e solla komplet si koncept të ri. Dhe brendeve prodhuar ti vetë të koncept? Po, si koncept po, komplet. Dhe brendeve më është dashur thjesht t'ja reklamoj, ti tregoj që kjo makinetë përveç se njerëzit mund të provojnë deri në 5 fragranca, ka dhe një ekran shumë të madh në të cilin mund të reklamojnë biznesin, markën, çdo gjë. Biznes mbi biznes. Po tani. Markat e kanë pritur dhe me thënë drejtën ka patur radhë për të reklamuar produktin. Sigurisht, sepse kush nuk do që të jetë afër një brendi luksi, afër një ekspozimi në vende shumë të mira dhe këtë lloj trafiku që ti ke zgjedhur, është reklam mbi reklam. Reklam mbi reklam, dhe unë kam zgjedhur të punoj aty vetëm me marka luksi ose edhe brendet e mia, ti jap një mundësi. Sigurisht. Zgjedh ti brende që do ishin përsëri parfumeri për t'i futur aty brenda? Që do ishin parfume për në makinet? Po, jo në makinet, në ekspozimin e pjesës së reklamimit. Patjetër që po. S'ke probleme me konkurrencën. Jo, unë bashkëpunoj me shumë kompani të tjera, të cilat e shikojnë si një mundësi e mirë reklamimi, sepse në radhë të parë është pozicioni, dhe e dyta, vetë makineta reflekton apo tregton luks.
Dhe pse jo, shumë kompani kanë qenë pjesë e makinetës në ekranin e madh për të reklamuar biznesin e tyre. Sepse përgjithsisht ne kemi shumë të rëndësishme këtë pjesën e konkurrencës. Por unë mendoj që konkurenca është një zhvillim i madh për të gjithë brendet, sepse ndryshe ne nuk do ta kuptonim si do ishte një brand apo një parfumeri apo një kompani me produkte të zonës intime, nëse ne nuk do provonim një linjë tjetër. Unë kam pasur gjithmonë konceptin që brenda qendrave të mia të ofroj një cilësi shërbimi, po ashtu do të ofroj edhe një cilësi produkti, që do isha një filtr vetë për të kuptuar dhe për të garantuar, sepse unë mendoj që në të gjitha gjërat që ne ofrojmë, ajo më e rëndësishme është besimi te klienti fundor. Dhe klienti kupton, nuk mendoj që sot ka mungesë informacioni për sa kohë ne kemi botën nëpër telefona dhe nëpër ChatGPT, në social, në gjithçka që ne nëse do duam të marrim informacion, patjetër ky informacion nuk është i munguar dhe vazhdimisht kërkohet informacion për produktet që ne kemi brenda dhe unë do isha një filtr për sa i përket brendeve që do të përzgjidhja brenda dhe zgjedh të lë dhe një lloj autonomie në zgjedhjen e klientit, por dhe duke mos futur disa linja, duke pasur vetëm një linjë luksi dhe duke zgjedhur vetëm një linjë që do ishte edhe certifikuar, edhe kontrolluar dhe në këtë rast unë përzgjedha që kjo linja të jetë nëpër të gjitha pikat frontera dhe sigurisht do t'i jepni mundësinë klientit ta provonim. Po këto makineta do jenë pjesë e fronterave? Nëse Dorina dëshiron, patjetër që po. Do të sillim një ekspozim, paktën për ta provuar. Ku është pjesa e parfumerisë normale që klienti mund ta zgjedhë dhe mund ta blejë? Në Tiranë është në 3-4 parfumeri të paktën që janë lider në treg. Dhe flas për parfumeri apo department store që neve që një klienti i beson, që tregton vetëm produkte të specifike për atë që është konceptuar. Mua nuk më pëlqen shumë që produktet e mia të gjenden në dyqane me mix produktesh apo me mix kategorish. Që do të sjellë dhe një konfundim ose një ngataresë për klientin fundor që nuk di të kuptoj kush është kush, patjetër kur ta provoj dhe do marr informacion, do ketë gjithë, por në blerjen e parë patjetër, për shembull, kjo linjë edhe për mua ishte e panjohur deri në momentin që unë njoh aty dhe pata mundësinë ta provoj dhe patjetër do jetë edhe tek pikat tona. Por deri në atë moment nuk më kishte rastisur, duke qenë se jam një person që nuk e ekspozohem shumë në blerjen ose në gjëra, dhe duke qenë farmacist i munduar shumë mirë dhe nga lëvizjet jashtë të blej jashtë, por është super produkt që unë për shembull do të këshilloja çdo njeri që ta provonte për të kuptuar rëndësinë vërtet të mënyrën se si ndjesh ti pasi e provon produktin, sepse është si ajo batuta asaj mikeshës tënde që tha si u ndjeve. Si ishte ajo batuta? Në fakt, një mikesha ime që i dhurova serumin, kaluan 2-3 ditë dhe e pyeta, e ke përdorur serumin? Të bëj një pyetje Migenata, ka afrodiziak në përbërje? I thash, jo, i thash, pse? Po tha, me thënë të drejtën, tha, unë kam disa dita ndjem shumë mirë dhe dalë, tha... Më konfidente, i thash, zemër, është konfidenca që ti e produkti, ti ndjesh e pastër, ti ndjesh e kuruar, ti vjen aromë të mirë, dhe ashtu si edhe kur bëjmë një make-up, apo morë qoftë edhe kur lajmë fytyrën, prap ndjesh si bredh, merr frymëlirshëm, sepse ndjesh mirë me veten. Prezantimi i vetes. Po. Ka Migena projekte të reja dhe brende të reja që do të sjellin në tregun tonë? Them drejtën, Dorina, unë kam shumë marka dhe projekte, por përpiqem të jem pak selektive. Përpiqem të jem selektive se në fund të fundit, në çdo brand është imazhi im, është puna ime dhe unë nuk dua që edhe retailet apo bashkëpunëtorët e mi të zhgënjehen apo të sjell marka vetëm se unë duhet të kap një target për të hyrë në treg. Jo, unë dua të jem selektive, dua që atë që sjell vërtet të ketë sukses. Siç kishin në këtë rast, që super mirë prit dhe unë jam shumë e lumtur që edhe dyqanet, edhe pikat e shitjes dhe frontera e ka pritur si produkt dhe e ka kuptuar si produkt dhe e ka bërë pjesë të ritualit
të produkteve të kozmetikës apo të kujdesit të lëkurës që gjithkush mund ta ketë në vazhdimsi. Ne do jemi së shpejti edhe në revistën e dytë që do nxjerrë Fronteras, tashmë është bërë po ndjek rrugtimin për që në një dalje të edicionit të dytë të revistës Frontera, dhe këtë do ta kemi çdo 2 muaj. Sigurisht në këtë edicione do kemi edhe informacion për sa i përket produkteve të linjës së zonës intime, që njerëzit kanë mundësi të lexojnë paraprakisht duke bler edicionin e revistës Frontera, sepse ne duam patjetër dhe të dimë çfarë produktesh ka, si është, lëndët, përbërësit dhe gjithçka tjetër, përpara se ne të drejtohemi një blerje. Ose sigurisht këta mund thjesht ta blejnë edhe ta provojnë, pastaj të na thonë ato mendimet se si do ndjeshin konfident apo jo. Unë të falenderoj shumë që ti ishe pjesë e këtij podcasti. Sigurisht ne do kemi edhe podcaste të tjera dhe do kemi mundësi dhe të elaborojmë linjat e tjera që ti nuk do resh të së futuri dhe unë nuk do resh të mbështeturi. Faleminderit shumë. Dhe do kemi mundësi dhe bashkëpunime të tjera dhe patjetër në një podcast tjetër që kemi mundësi të sillim atë zonjën dhe ato idetë e huaja tek ai podcasti tjetër. Patjetër, me shumë kënaqësi dhe faleminderit shumë për ftesën edhe një herë dhe jam shumë e lumtur që isha pjesë e këtij podcasti. Ky ishte podcasti për Fronterën, ne bashkë shihemi në shtator. Ju falenderoj.